Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Koalicioni vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut garanton se ish ushtarët të UÇK-s nuk do të përballen me arrestime nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut mbi bazën e fletë arresteve të Serbisë nëse marrin pjesë në protestën e së shtunës në Shkup. Vlen akuzon BDI-n dhe kreun integrizve Ali Ahmeti për keq përdorim politik të protestës organizuar për mbështetjen e ish krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag dhe thekson se nuk e mbështet këtë tubim. Ashtu si dhe në të kaluarën kur qeveria jo nuk ka lejuar që të nëpërkëmbin ish ushtarët të UÇK-s, ne mbetemi të përkushtuar në këtë. Ministria e Punëve të Brendshme do të marrë të gjitha masat që kjo protestë të kalojë në mënyrë të qetë, thuhet në reagimin e koalicionit në bashkëqeverisje vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri Edi Rama hedh poshtë pretendimet se ka ushtruar presion mbi gjyqësorin për vendimet mbi çështjen Balluku. Në reagimin ndaj deklaratës së shoqatës së gjyqtarëve, Edi Rama shkruan se ajo gabon rënd nëse pret që të mbyll gojen e të mos ndaj me publikun opinionin e tij. Rama nënvizon se është vetë palë në gjyq kushtetues për shkak se funksioni që mbulon me votat e afro 1 milion shqiptarëve është goditur në pavarësinë e tij nga një prokuror dhe një gjykatës dhe rrezikon të gjymtohet për sot dhe për të ardhmen në shtyllën e vet kurrizore. Rama pretendon se shoqata e gjyqtarëve duhet ta di që do të gabonte, po kaq shumë sikur të priste heshtjen e tij për kërkesën skandaloze dhe të përsëritur ndaj gjykatës kushtetuese për rirritjen e pagave të gjyqtarëve me vendim gjykate duke rrëmbyer kompetencat e qeverisë dhe parlamentit. Gjykata kundër krimit organizuar dhe korrupsionit kalon për gjykim dosjen ARSH me të pandehur ish drejtorin e institucionit Eviz Berberi dhe persona të tjerë. Me herët Berberi kërkoi gjykim të shkurtuar, por gjyqtari i seancës paraprak argumentoi se për këtë do të vendos trupa e gjykuese e themelit. Avokati mbrojtës i Berberit pretendon se nuk provohen akuzat dhe la në vlerësim të gjykatës në rast se hetimet janë apo jo të plota, si dhe për pranimin e kërkesës së tij për gjykim të shkurtuar. Në këtë çështje nga 23 pandehurit vetëm biznesmeni Valter Begaj ka kërkuar gjykim të zakonshëm. Ato do të gjykohen për veprat penale, shkelje barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike kryer në bashkëpunim, korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, mashtrim me pasoja të rënda dhe falsifikimi dokumentave kryer në bashkëpunim. Kosova është gati për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Në mesnatë është përmbyllur afati për dorëzimin e listave të subjekteve politike me kandidatët e tyre për deputet në garën zgjedhore të 28 dhjetorit. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi bëri të ditur se të gjitha subjektet e certifikuara për pjesëmarrje në zgjedhje kanë dorëzuar listat e kandidatëve për deputet. Në garën zgjedhore mes të tjerave marrin pjesë LDK-ja me 110 kandidat, PDK me 110, lista serbe me 33 kandidat, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 110 kandidat, Nisma Social-Demokrate 110 kandidat dhe po ashtu Lëvizja Vetëvendosje. Gjithsej në garën për listaturën e 10 në Kosovën e pas luftës janë 1181 kandidat. Kryetari i Komunës Prishtinës përparim Rama betohet për marrjen zyrtarisht të mandatit të dytë në krye të kryeqytetit të Kosovës. Gjatë fjalimit të tij pas betimit, Rama u zotua se do të ushtrojë detyrat me ndershmëri, besnikëri, panshmëri dhe në pajtim me ligjin. Ju e dini që unë as nuk jam dalë e as nuk do të ndalem para as gjëje kur bëhet fjalë për zhvillimin e kryeqytetit dhe për të drejtat e qytetarëve tonë. Dhe kështu do të vazhdoj edhe në këtë mandat. Për këtë betohem sot. Ai tha se shpreson që 4 vitet e ardhshme do të jenë të karakterizuara nga bashkëpunimi dhe jo nga bllokadat politike. E dim se mandati i kaluar nuk ka qenë ashtu siç e kanë merituar qytetarët, ka pas bllokada të kalkuluara politikisht, vonesa e pengesa dhe prej tyre më shumë të kanë vuajtur qytetarët. Uroj me zemër që në këtë mandat të reflektojmë dhe mos e detyrojmë popullin të dëgjojë diskurse përçarëse, të mos e vendosim qytetin peng të kalkulimeve politike, secili prej nesh jemi të votuar me i shërby qytetarëve e jo partive politike. Krahas tij në këtë mbledhje u betua dhe për 51 asamblistë të rinj, prej tyre 15 nga LDK, 12 nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, 5 nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, 4 nga Lidhja për Prishtinën dhe 1 asamblist nga lista Guxo, Partia Social-Demokrate dhe Nisma. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.